Ka miq, përshëndetje. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt nga qyteti i Lezhës. Jola, përshëndetje. Atëherë do të bëj një test, sepse janë futur njëkohësisht në transmetim edhe në Facebook edhe në YouTube. Tashme po e afrohemi se qendrës së qytetit. Jemi në qendër të qytetit Lezhës. Ilir Afeslari, përshëndetje. Të vuarare. Goni Oxa, përshëndetje. Mari me serdhe. Rastësisht për e thoja, jemi kërësisht në transmetim edhe në Facebook, në faqen time në Facebook, Albert Baja Production.
por edhe në YouTube me të njëjtin emër. Ndërkohë për momentin lexoj vetëm komentet e YouTube-it. Ndërsa komentet e Facebook-it nuk dalin këtu. Që ditë që në duhe sot të mlesh. Jemi dy buset Gjergj Gjeta Çoku dhe Det Çoku. Dy buset e tyre. Është park i vogël këtu në mes qytetit. Sërish në qendër. Nuk mendoj se kjo pjesë është shumë interesante. Të shkuar tutje.
lirë nuk arrita të kuptoj dot se çfarë thotë ai libri aty, sepse isha në një vend ku nuk kishte mundësi për të qëndruar, është rreth rrotullim ma arrita të fiksoj gjë. Këtu kemi një plakat cila flet për kuvendin e Lezhës, që në udhëheqjen e Skënderbeu bashkohet popullin shqiptar, i cili në luftën e tij heroike u bë mburoj e pakapërcyeshme e trullit arbëror kundër pushtimit osmanlik, 17 janar 1967. Është pak dielli fort, si shikohen edhe pamjen fatikisht. Pra kjo është qendra e qytetit të Lezhës. Shikoj që këtu sot mungon energjia elektrike sepse dëgjoj generatorët të cilët punojnë në zhurmë. Kështu që mendoj se qyteti nuk ka energji elektrike, të paktën pjesa e qendrës. Nëse është e vërtet, shumë keq. Që në vitin 2021 mos ketë akoma energji elektrike. Duket pak e çuditshme, por mendoj se nuk ka dritat. Tash nuk kemi edhe një park të vogël këtu. Po pra se ja, nuk e di nëse e dëgjoni apo jo, zhurmën e generatorëve. Por kjo tregon që nuk ka tepër që jam këtu. Edhe të dëgjohen zhurmat, ja të heq muzikën, edhe të dëgjoni vetë zhurmat. Kemi generator aty. Kemi një generator të bardhë aty më tanë. Çudi. Por ja që është e vërtet. Që nga dhe era padurueshme, nga gazi që sfirojnë generatorët. Kjo kemi edhe një generator të madh këtu brenda. Që ka vendi që generator plot. Çuditshme, një qytet pa drita. Uroj të jetë ndonjë punim në institucionet. Uroj mos jetë e përditshme kjo lloj, nuk është shumë keq. Por është dhe çuditshme. Po pra Mari, kjo fjala por ngelet problemi i pazgjedhur. Janë generatori tjetër aty më tanë. Kam unë rreth 2 orë e ca mos them 3 orë që jam këtu në Lezhë. Edhe zhurmët e generatorëve i kam dëgjuar gjithkohën. Që kur erdha. Do doja të pyesja ndonjë banor këtu për energjinë elektrike, por nuk kam dikë afër që ta pyes. Çuditshme. 2021, shekulli 21, s'ka drita.
Dëgjohen gjeneratorët si Gjinkalla. Ishim pak shikues sot, çuditërisht këtu në Lezhë, ndoshta nuk ka shumë interes për të parë ose nuk kam shumë shikues ose ndjekës nga qyteti i Lezhës. Prandaj edhe unë them që të bëni subscribe ose të shpërndani videon që të jemi sa më shumë persona që ta ndjekin live. Do doja të shkoja drejt, por drejt i afrohemi gjeneratorëve. Kështu që unë do pyes pak të djalin që kam këtu, nëse do më japin përgjigje. Përshëndetje. Si kalon? Vetëm sot të përditshme. E kuptova, domethënë nuk ndodh të tjera. Ah, okay, rregull. Faleminderit. Bukur fare. Atëherë e mora edhe informacionin që doja. Kjo gjendje nuk është e përditshme këtu në Lezhë. Por sot, siç duket, ka punime këtu me energjinë elektrike. Kështu që gjë e mirë kjo. Mari, faleminderit. Edhe për Zotit e rujt. Atje te unë kam parkuar dhe apo mjetin, kështu që po vazhdoj edhe pak sekonda, sepse do të më duhet të bëj video tjetër me dron. Kështu që jam detyruar të ndërpres live streamin. Pra ka punime sot këtu sektori i energjisë elektrike. Do të bën ndonjë ndërrim të ndonjë linje ose ndonjë gabine ose ndonjë transformatori, nuk e di. Nuk kam informacion. Pjesë, nëse pak rëndësi ka që është vetëm sot. Sepse do ishte katastrofë nëse ndodhte gjithmonë ky avaz. Ana, shpresoj që të bëj një live tjetër. Nuk e di sa do kem kohë, nuk e di sa është ora tani. Duhet të shikoj pak orën sepse kam akoma punë këtu në Lezhë. Sepse do bëj video me dron tani. Pra unë kur vi tek një qytet të caktuar, bëj 2 video ose 3 video të caktuara, sepse edhe rruga ka postë vetë, kështu që unë vi që vi dhe shfrytëzoj maksimalisht pjesën e filmimit. Do doja të bëj një live në Kamëz, megjithëse nuk është ndonjë video kurzecar për të shfaqur aty. Sepse terreni aty ka shumë probleme, domethënë pjesa e por edhe ashtu siç janë duhen shfaqur pamjet. Atëherë shikoj që ndjekësit në YouTube të ndjekin më shumë. Bëra një test, u futa në live stream njëkohësisht edhe në YouTube edhe në Facebook. Por ata të YouTube-it janë më tepër besnik, siç e shikoj edhe nga numri i ndjekësve, të ndjekin më shumë në YouTube. Ndaj dhe unë transmetoj në YouTube dhe shumë pak në Facebook. Atëherë ju përshëndes nga Lezhë, ju uroj të kaloni bukur. Fundjavë të bukur edhe miru afshim sërish në videot të tjera.